الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. يا سيد الأخلاق يا نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان. أنت النبي الهاشمي محمدا أنشاك ربي رحمة. أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نور الزمان يا من نرى في هديه بر الأمان. أنت النبي الهاشمي محمدا أنشاك ربي رحمة للعالمين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
قطعت الشك بالأمر اليقين علمتنا حسن الفضائل والقيم ميزتنا بالدين من بين الأمم لما حباك الله خير رسالة فيها قطعت الشك بالأمر اليقين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين وعنك سولفوا للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس يا Shëm në iftarin e shtruar sonte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët edhe një herë në këtë iftar të madh sonte që është shtruar këtu. Shfrytëzoj rastin që në emër të këshillit të xhamisë Sheikh Abdul Kader Arnauti t'ju përshëndes të gjithëve, t'ju dëshiroj mirëseardhje dhe shpresoj që inshallah keni kaluar çaste të këndshme dhe të keni shuar jetën që gjatë këtyre temperaturave të larta po misterojnë në qytetin tonë. Këshilli i xhamisë së re Abdul Kader Arnauti ka vendosur që me këtë iftar të shtruar të grumbulloj një numër të madh të besimtarëve nga lagjet e Shkupit si dhe jashtë qytetit tonë, që së bashku të ndajmë disa çaste kënaqësie të këtij muaji të begatshëm, këtij muaji të madh, muaji të Ramazanit, muaji të solidaritetit, muaji të bashkimit, muaji i cili sjell shumë begati. Sipas informacioneve që kemi marrë nga Këshilli i xhamisë, kanë qenë të ftuar të gjithë imamët e xhamive të Shkupit, pa marrë parasysh do thotë se cila xhami është, disa prej tyre kanë ardhur dhe disa me arsye kanë munguar, por si të qoftë lutim Allahun që t'i kesh përplyer të gjithë ata që sot janë të pranishëm në këtë tubim. Gjithashtu shfrytëzoj rastin në emrin tim personal dhe në emrin të Këshillit të xhamisë të falenderoj të gjithë ata të cilët sonte bën që ky iftar të jetë i lezetshëm, i këndshëm dhe të na shërbejë gjatë gjithë kësaj kohe. Gjithashtu edhe të gjithë ata që kanë kontribuar pa marrë parasysh se në cilin aspekt, shpresoj që Allahu t'ua kthen me të mira dhe me shpërblime të mëdha. Për të marrë përgjigje lidhur me atë nëse kemi dalë fitimtar nga ky Ramazan, duhet të pyesim veten se vallë sa ka ndikuar agjerimi në përmirësimin tonë dhe arritjen e devotshmërisë, ndërtoi largimi jo vetëm nga haja dhe fija, por edhe nga haramet, rëndësia stërvitjes së vetes me adhurim para Ramazanit për të përjetuar lehtësi dhe energji kur ky muaj arrin, si dhe vazhdimi i veprave të mira edhe pas Ramazanit, tregon nëse kemi dalë fitimtar pas përfundimit të tij. Shumë njerëz janë frikësuar temperaturave të larta se vallë nuk do të arrijnë të agjerojnë këtë muaj, por duke falenderuar Allahun subhanahu wa taala, deri sot askënd nuk e ka prekur të thotë nxehtësia e këtyre temperaturave të larta që kanë arritur ndoshta edhe mbi 45 gradë, kështu që gjithçka ka shkuar në rregull. Duke mos marrë shumë nga koha, unë tani do t'jap mikrofonin vllaut ton Hafez Xhemail Nuhiut, i cili do ta fillojë këtë tubim me disa ajete kuranore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. Falenderojmë vëllaun ton Hafiz Xhamaj Neviun për recitimin e këtyre ajeteve kuranore, ndërsa ne do të ftojmë për një fjalim të shkurtër vëllaun ton Hoxhën Ulvi Feyzullahu nga Bujanoci apo më mirë thënë nga Lugina e Preshevës, i cili na ka nderuar sonte në këtë mexhlis, duke bërë rrugë dhe duke ardhur deri këtu që të na nderojë, të jetë prezent në këtë iftar të shtruar, gjithashtu me disa fjalë dhe me disa këshilla do të na kontribuojë që në të ardhmen të forcohemi në këtë din inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله I falënderuar është Allahu I lartësuar dhe ai I cili meriton salavatet dhe selamet është pejgamberi Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar agjerues, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men lem jeshkurin nase, lem jeshkurillah, ai cili nuk shpreh mirënjohje respekt ndaj njerëzve, nuk ka shpreh mirënjohje respekt ndaj Allahut. Pa I specifiku dhe pa I nda me emra filani, të gjithëve Allahu ju shpërblesh për këtë organizim. Kam derën dhe kënaqësinë që prezantojm këtë iftar, këtë xhami, me këtë emën të një alimit djetarit madh, Allahu ju ka nderu pikëspari me këtë xhami. Inshallah Allahu Azza wa Jall don që në këtë shtëpi të Zotit bëhet ibadet deri në Yaumul Qiyamah
dhe inshallah kjo xhami edhe me këtë emën që e ka pasi që shejki çdo herë e ka pas synim dhe qëllim edhe para lufte kur ka ardhur në Kosovë për davet, bashkimin dhe afrimin e njerëzve zemrave të tyre. Allahu na bashkoft, thuni amin. Të nderuar pjesëmarrës, koha është e limitume, edhe mas pakti mu më takon dhe unë jam më i pameritumi këtu me i thonë disa fjalë, por do ta përmbyllim me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke e bë këtë pyetje. Të nderuar, kush don prej juve me marrë një emën të Allahu? Një emën të Allahu subhanahu wa ta'ala në përmjet një ibadeti që e ka emrin namazi natës apo namazi taravive. Dëgjoni hadithin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam me vëmendje, po ndëgjimi le të jetë me veprim, me punë, kjo është e rëndësishme. Kush don me marrë një emën të Allahu azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thotë: Men qame bi ashri ayatin lam yuktab min al-ghafilin, wa men qame bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin, wa men qame bi alfi ayatin kutiba min al-muqantirin. Që do të thotë? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: kush fal namaz natë me 10 ajete e sipër, nuk shënohet në listën e gafilave, në listën e njerëzve të pakujdesshëm, në listën e njerëzve të pavëmendshëm. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin, dërsa kush fal namaz natë, namaz taravive, namaz vullnetar, me 100 ajete shënohet në listën e qanitinve, në listën e atyre që e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu na boft mundur më kon prej tyre. Dërsa përfundon hadithi: wa man qama bi alfi ayatin kutiba min al-muqantirin, dhe ai i cili fal namaz natë me 1000 ajete shënohet në listën e muqantirinve. E kush janë këta? Këta janë ata të cilët fitojnë shpërblime pa hesab, shpërblime pa llogari. Në këtë komenti i kësaj fjale është, në komentet e ulemave që e kanë bë, është do të shpërblimi i dynjas edhe çka ka në dynjan ta. Allahu na boft mundur më kon prej tyre. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft, Allahu na takoft në xhennetin e tij duke i gëzuar të mirat e tij. Për haj ju koft kjo xhami. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu shpërbleft hoxhën për këto fjalë dhe për këtë hadith, të cilin padyshim që inshallah edhe praktikojmë sa më shpesh. Ne këtu kemi edhe vëllaun tonë Adem Ramadanin, i cili në bashkëpunim me Gjemail në Vijun Afazin, si zakonisht veç më janë dyshje e cila shpesh herë në freskojnë me ilahi të ndryshme. Ata edhe sonte janë këtu me ne së bashku për të nda disa qaste dhe për të na interpretuar disa ilahi, apo siç më mirë do të ishte ti titullonin këngë halal. Shpresojmë që sonte do ta kallim edhe më mirë, edhe pse atmosfera është mjaft e ngrohtë dhe temperatura edhe më tutje mban nxehtë, por freskia ilahive është këtë ndryshe. Subhanallah, 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 Subhanaka Rabbi, Subhanak, Subhanaka ma ضمجانك، سبحانك ربي، سبحانك، سبحانك ما ضمجانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي. صلى الله
الله على طه خير الخلق وأهله صلى الله على طه خير الخلق وأهله صلى الله على طه خير الخلق وأهله صلى الله على طه خير الخلق وأهله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما عظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما عظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها. Falenderojmë për këtë ilahi adhem Ramadanin dhe Xhamailin, ndërsa ne thamë që të ftuar kanë qenë shumë hoxhallar dhe pothuajse të gjithë imamat e xhamive të Shkupit, por një numër i tyre thotë nuk kanë pasur mundësi që të jenë këtu, ndërsa ata që kanë ardhur thotë i falenderojmë edhe një herë. Ndërta kemi edhe hoxhan Talha Kurteshi, të cilin e ftojmë këtu që shkurtimisht na jep edhe ai disa këshilla edhe ta përshëndet këtë iniciativë që është marrë në të funksionimin e xhamisë Abdul Kader Arnautit dhe gjithashtu edhe këtë mezhlis dhe të gjithë këtë xhamata përshëndet në këtë vit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para se me fillu me atë që do ta tham, po e tham një fjalë se Shkupi ka pas nevojë për një tubim të tillë. Prandaj kush o bëu sebeb për këtë tubim, Allahu është shpërblet. Allahu ja shënoft këtë vepër në librin e veprave të mira. Nëse e shikojmë librin e Allahut subhanahu wa taala dhe nëse studiojmë, do të shohim se Allahu subhanahu wa taala shumë pak njerëz i ka zgjedhur dhe i ka dërguar pejgamber. Shumë pak njerëz i ka zgjedhur dhe u ka mundsuar që ata të jenë çelësit e hajrit, ata që bën sebeb për veprat e hajrit. Prandaj, nëse e lexojmë Kur'anin, do të shohim se fjala taufik, ndihmë dhe sukses për Allahu subhanahu wa taala është përmendur vetëm një herë në Kur'an, që do me thonë se është qëllim i lartë, synim i cili duhet të arrihet me shumë punë, me shumë sakrificë dhe me shumë përkushtim. Atëherë kur arrihet ky synim, edhe vjen ndihma Allahu subhanahu wa taala, çdo gjë lehtësohet, çdo gjë bëhet kollaj, sepse aty është ndihma dhe përkrahja e Rabbul Alaminit. Kjo xhami e cila po hapet këtu, e cila e mban emrin e një prej imamëve të kësaj kohe, është një gëzim i madh për musliman. Është një vërtetim se elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala dhe në mesin tonë
pas kalon njerëz të cilëve u ka dhënë teufik që ti nisin disa punë ti mbarojnë, edhe ata ta mbesin inshallah si vepra të mira me të cilat do të gëzohen ditën e gjykimit. Unë gjithashtu do ta përmendi një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: inna minan nasi man huwa miftahun lil khairi miglaqun lisharr. Ka për njerëzve që janë çelës të së mirës dhe mbyllës të së keqes. Inshallah këto njerëz që janë angazhuar rreth kësaj xhamis, padyshim se inshallah do të bëhen çelës të së mirës, sepse kanë hap një vend ku do të bëhet ibadet Allahu subhanahu wa taala, ku do të nënshtrohet njeriu, do të vjen në sejdë Rabbul Alaminit. Prandaj inshallah vetë ky tubim, edhe kjo që po e shohim nga realiteti i kësaj xhamies, inshallah e vërteton këtë. Edhe shehu jon emrin të cilin e mban kjo xhami me të vërtet ka qenë miftahun lil khairi miglaqun lisharr. I ka hap dyert e hajrit dhe i ka mbyll dyert e sherrit. Gjithashtu edhe një sen do ta tham, lidhur me bashkimin e muslimanëve. Ajo është se kur synimi është i njëjtë, muslimanët do të bashkohen. Do të vjen momenti ku gjithë ujrat do të arrijnë tek ajo pika e fundit dhe do të vjen ai bashkim. Nëse ne punojmë sinqerisht në përmirësimin e qëllimit ton, synimit ton, atëherë bashkimi, rritja e forcës së muslimanëve është e pashmangshme. Allahu e përshpejtoft atë. Në fund dhe lusë Allahun Gjeleshanuhu na mëshiron gjithve neve, ti shpërblen edhe një herë këto organizator për këtë punë shumë të madhe, për të cilën inshallah do të shpërblen tek Allahu subhanahu wa taala, edhe inshallah i shohim vazhdimisht në punë të këtilla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Falenderojmë Hoxhën Talha Kurteshi, Allahu është përbleft për këtë këshill, shpresojmë që së shpejti edhe kemi synim të gjithë muslimanët, padyshim bashkimin e të gjithëve, bashkimin e muslimanëve, inshallah me kohë do të vijë dhe të apresim atë moment. Ne jemi në mesin e muajit Ramazan, ndërsa Ademi dhe Hafëz Gjemaili do të na e këndojnë ilahin mirë se vjen Ramazan. Lumet në kush po në vjerë, dhe shumë mira po në vjerë, kush imanin po në shton, Ramazanu fatijon. Kush imanin po në shton, Ramazanu fatijon. Mirëse dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një jetë madhim ka marrë, në akşam me bajtan. Mirëse dhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një jetë madhim ka marrë, në akşam me bajtan. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes vete në afron, e si kur Zoti ta ban, që çdo këtë jetë Ramazan, e si kur Zoti ta ban, që çdo këtë jetë Ramazan. Mirëse dhe Ramazan, i e gëzon çdo musliman, që një jetë madhim ka marrë,
ai që ta din ty lerën, për gjennet e ka qelderën, dhe pratë mira kusat mund, shumë fiz zotin ai pagun, dhe pratë mira kusat mund, shumë fiz zotin ai pagun. Mirë se dhe Ramazan, ti e zonë çdo musliman, që jetë madhin ka marrë, në akşam me bajiftan. E mirë se dhe Ramazan, ti e zonë çdo musliman, që jetë madhin ka marrë, në akşam me bajiftan. Falenderojmë Allahun Ademin dhe Allahun Hafez Gjemailin. Ne thamë që tëftuar kanë qenë dhe prezent musliman nga të gjitha trojet, por gjithashtu kemi edhe të tillë të thotë musliman vëllezër tanë të cilët gjuha e tyre të thotë nuk është shqipja, por e flasin ose maqedonishtën ose gjuhën bosnjake. Ne do të kishim dëshiruar që edhe ata ti përshëndesim me një fjalim të shkurtër, ndërsa këtu kemi vëllain ton Husein Ademin, i cili do të shfrytëzoj rastin që një këshill ta jep edhe në gjuhën maqedone. Selamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد. Dragi počituvani braća, pred malku беше побарано od mene da vi se obratam na ovaj jazik su koji zboram сега i vistinsko mi je zadovoljstvo što večerno sedam ovdje pred vas. Vistinsko je zadovoljstvo čovjek da vide da učestvova u jedan vakov blagosloven sobir. Vistinsko zadovoljstvo je i golema blagodet i ni'met od vozvišenja od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala čovjek da bide del na jedna ovakva prekrasna večer, na jedna ubavina koja što možeme nije vernicite mu Allah subhanahu wa ta'ala da doživejeme, samo so Allahova milost i samo so njegova blagodet. Videjki iskrenite vernicimo gospodaru subhanahu wa ta'ala, možat da je počustuvat ubavinata na islamsko to bratstvo samo dokolku bidat iskreni vo ime to na gospodaru subhanahu wa ta'ala i dokolku znat kako će se nosat sa ovoj din. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam veli vo jedan hadis: El kejisu men dane nefsehu wa amina lima ba'da al-mauti wal khasiru men iteba'a nefsehu hevaha wa huwa yatamanna ala Allahi al-amaniyya. Oštroumen i pameten vernik ili čovjek onoj koji što sekogaš sebe si se obvinuva pred vozvišenjem od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. A gubitnik, istinski gubitnik onoj koji što sekogaš slepoja sledi svojata strast, a zaludno mu se nadeva na Allah želešenuhu so prazni nadeži. Ako sakame da bideme od tije, koji što Resul sallallahu alaihi wa sallam gi opišuva, kako oštrovni i pametni, togaš nam istina trebame samite sebe si sekogaš pred gospodarom subhanahu wa ta'ala, da se obvinuvame, deka sme nije krivi za našite grevovi, deka sme nije krivi poradi našata situacija, da se obvinuvame samite sebe si, zašto konečno ne sme dale svoj konkreten doprinos za prosperitet i napredok na naši od muslimanski džemat. Sekoj eden, koji što je ovo sostojba, da odredi koliko vredi. Sekoj eden, koji što je ovo sostojba, da go izmeri svoj od kapacitet i svoj od kvalitet. Niz negovoto baranje na Allahovata proška, niz negoviot iskren odnos so gospodarot subhanahu wa ta'ala i niz negoviot korekten odnos so negovite braka,
takviot neka se nadeva na nagradata i na proškata na vozvišenje od Gospodar Žele Fi'ula. Međutim, onoj koji što sekogaš po prazni nadeži žive, ne se obvinuva sebe si za ništo. Kako člena muslimanskata zajednica uopšto ne čuствува potreba so muslimanite da ja podeli odgovornosta koja što ja ima kako člen na džematot na muslimanite, na svetsko ili na lokalno nivo. Ako takvi od čovjek nevo sostojba, na islam od so ništo da mu pomogne, ako takvi od čovjek ne znaje da zeme, mesto, vohajirni projekti, kako što je ovoj projekt na otvaranje to na džamijata, so ime to na jedan naš mnogo blagosloven alim, šejh Abdul Kadir Arnaut, rahmetullahi alej. Znači, tije koji što ne se sposobni svoje to mesto da go pronajda tvo muslimanskata zajednica i da go dada svoj doprinos za da muslimanskata zajednica napreduva i da se istaknuva i svoje to najkvalitetno i najdobro da go dade od sebe si, za da drugite se ugleda i za drugite da se okoristat su našite dela, pa i na kraju ta krišta tako sakate i to da bide povod i pričina i nemuslimanite da dojdat i da se zainteresira za ona na što sme nije, togaš treba da bideme sekogaš pred Allah subhanahu wa ta'ala ponizni, treba da mu bideme na gospodarot podčineti, sekogaš da se obvinuvame sebe si za našite grevovi i za našata nemarnost pred gospodarot subhanahu wa ta'ala, bideki on nije koji što ke počnat so prvite čekori na skromnosta i samo obvinuvanje to pred gospodarot subhanahu wa ta'ala, a ke bidat milostivi kon nivnite brakja vo nivni od din i ke bidat pravedni kon nemuslimanite, gospodarot subhanahu wa ta'ala takvite ke gi stori od negovite milenici, ke im gi prosti grevovite i ke gi vnese vo dženetot na negovata milost. Allah da ve nagradi, se izvinuvam ako malko odol živ, selamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Allah është përmbledhë dhe Allahun tonë Husein Ademi, i cili këshilloi edhe ne, po edhe ata të cilët deri tani ndoshta nuk e kuptojnë shqipen, vazhdojmë programin ton me ilahin e radhës që do të këndojnë Ademi dhe Hafidh Xhamil. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق والمصطفى، وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. هو خير عباد الله، خير البرايا، حي فينا بيداه حلو الوصايا. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله، من كوثري يروينا فتقبل يا رب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما
على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Allah është përbleft, Allahu na demin dhe Hafaz Gjemailin, ndërsa këtu dëgjuam që Hazbi Thera, thojnë, gjemati rregull të kësaj xhamie, mirë po, presa është barbap, zëri ju kanë dalë. Nuk e di, vajzën shumë vështirë tani ka, edhe prej tash. Faleminderit që ju kujtu me më thirë, jam i lumtur që janë mesin e juve, Assalamu alaikum. Une nuk kom dalë tash me po homor, për arsye se nuk du me prish këtë tematikët amel, po do të arrektoj edhe unë një poezi islame, pasi që edhe unë jam musliman. Përshëndes pra gjithë organizatorët, përshëndes hoxhallarët, dietarët dhe gjithë ata që kanë marrë pjesë këtu dhe që kanë kontribuar këtu, posaçërisht edhe këtë spikerin e mirënjohur, Alushin, Hafazin, Ademin dhe gjithë të pranishmit dhe gjithë ata që do marrë mikrofonin. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Jemi mbledh midis Shkupit një iftar me ban, me ngron bashk e me upa, vëllau me vëlla, me busqesh fytyrat tona, kjo është sadaka, kur i hapim zemrat tona, s'munden me nëndo, mos haroni o vllazni me ban shumë dua, jepi Zot i gjithë pasur kush është fukara, mbroje Zot i gjithë fuqishëm kush është në bela, muslimanët po luftohen në për gjithë dunja, sa shumë nana besimtare po rinë beshtuqa, sa shumë motra, sa shumë vlezër grit nuk janë të i pa, sa fëmi para botës mbiten pa unda, o Allah që je një, tjetër Zot nuk ka, bashkoj Zot muslimanët përse janë përqa, shkatëroj Zot zullumqaret, t'lutem, ja Allah, amin. Abdul Kader Arnauti, Zotit më shiroft, gjemati i kësaj xhamie sa më shumë u shtoft, kush kontriboj për këtë iftar, Zoti Madhja dy fishoft. Po pasha Allahun kjo është e vërtet, në shkup Ramazani vërtet ka lezet. Kush nuk agjeron, Zoti e udhëzoft, bashkë me agjeruesit më shpejt u bashkoft. Kush agjeron, unë zdi qka me thonë, e din mirë kryuesi se qka ka me thonë, se mram pas të mdhejtve, diçka e prisha gjumin, unola në krevet edhe lodha trunin, mendime, kujtime, nisoj si rofeja, në mendje mosilshin 1 milion ideja, e pyeta zemrën ngala e i thash, deri kur hidrimin mrena do të mbash. E pyeta vetëm çfarë arsye kam, përse vllau timon nuk jap selam. As unë nuk të flas, as ti nuk unë flet, e si prej Allahut po presim rahmet. Jemi të hidhruar për të njën e shkret, e si prej kryuesit po presim bereqet, në mesin e natës më ranë dy pika lët. E bana një lutje, më ndihmo o Zot, ma lërgoj natin nga ki shpirti im, ti asgjati dorën ati vllau tim. S'ka njerë pa behane, ta kish parasysh, njeri për gjunahe si syri për mësish. S'ka njerë pa gjunahe, s'ka njerë krejt taman. Njerëzit gabojnë, se jemi insan, vetëm se Allahu aj kur nuk gabon, se aj është i gjithë fuqishmi, Zoti që sundon. E ti, nëse nuk ke turp, ti bën qka të duash. Nëse nuk ke turp, qka do mund të thuash. Nëse nuk ke turp, të pegon vllaznia. Nëse nuk ke turp, vazhdo me të këqia. Nëse nuk ke turp, e beson pabesin. Nëse nuk ke turp, e ton interesin. Nëse nuk ke... Do më thonë, nëse një kuj shpirt, vetëm me një zemër, ta dish që je emër pa mbi emër. Edhe në fund, si humorist, do shkej kështu. Do të falas për vetën time, po më u ban që shpëfam mëne, jo si që shem mëne. Hasbitera i bardh, kur nuk ta vjeterin. Hasbitera i mirë, kur nuk ta mendon shërin. Hasbitera i shpejt, kalon shumë aherin. Hasbitera Apple, se një kompjuterin. Hasbitera i amël, problem me sheqerin, që kesh mes të juve vërtet pa panderin. Esselamu alaikum. Aleikum selam, Allah është përbleft, Hasbion,
vargje të mira, prekëse. Shpresoj inshallah që sa më shpejt të bashkojnë muslimanët. Kjo është motra e të gjithë neve këtu, edhe hoxhallarët këtë e thanë, edhe Hasbiu e tha, gjithashtu tani edhe Ilahia e radhës që të këndoj Ademi dhe Gjemaili është o Zot na bashko. Gjatë më dorën Allah, se ti shpinën më këtëvi, ne jemi musliman, e të gjithë jemi vazhni. Ne jemi musliman, e të gjithë jemi vazhni. Se për qaje e gidim, me pas gjithmonë në mes nesh, nëse duhem për Allah, Allahu ka me na desh. Nëse duhem për Allah, Allahu ka me na desh. Nëse don më Allah me dit, që shike punt me iman, shirat që don për vete, ape don për baun ta. O Zot në bashko si e dalir, fati musliman dhe zemrat të rajgrir, në mos më shumë një lutje si që për njani tjetrin të kënder. O Zot në bashko si e dalir, fati musliman dhe zemrat të rajgrir, në mos më shumë një lutje si që për njani tjetrin të kënder. Besimtarët janë si një trut që askush nuk mund t'i thënë, nëse një gjim ty së muret, krejt trupi dhe mjeren vjen. Nëse një gjim ty së muret, krejt trupi dhe mjeren vjen. Të bashkuar bëjmë kalan, dora shka usun na prek, një për krejt e krejt për një, jemi gati për me vdek. Një për krejt e krejt për një, jemi gati për me vdek. Allahu na ka premtu që një ditë triumfoj, nëse jemi të bashkuar, gjithë botën do ta sundoj. O Zot na bashko si e dalim, fati musliman dhe zemrat të najlit, në mos ma shumë një lutje si qërë, për njani tjetrin ta kënder. O Zot na bashko si e dalim, fati musliman dhe zemrat të najlit, në mos ma shumë një lutje si qërë, për njani tjetrin ta kënder. Për njani tjetrin ta kënder. Allah është përbleft vëllezërit tonë, ndërsa moment më i mirë për bashkim nuk ka kur në të gjitha vendet po zhvillohen lufta të mëdha dhe populli musliman po vuan. Një prej luftave më të rrepta që po zhvillohet është ajo në Siri, ndërsa si informacion jo zyrtar që kemi marrë para disa ditëve thuhet që numri i madh i shqiptarëve që jeton atje, do thotë në Sham, në Damas, janë edhe ata në krizë, ndërsa dy nipërit apo stërnipërit e shehu tonë Abdul Kader Arnauti, si duket edhe kanë ra shehid, dje kishte informacione të tilla, inshallah Allah i pranon në shehidllëkën e tyre dhe inshallah i ngrit në xhenetul firdaus. Ne do të ftojmë tani hoxhën e nderuar Sadullah Bajrami, i cili gjithashtu do të përshëndet këtë tubim dhe të gjithëve që jemi këtu të pranishëm. Shpresojmë që me një fjalim të shkurtër pasi që afrohet edhe koha e taravihit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën, na mundsoi dhe të përjetojmë dhe këtë kënaqësi, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që kënaqësinë e ditë ta kemi ditën me takimin kur takohemi me Allahun Azza wa Jall. Pra vëllezër të ndershëm, ju falenderoj të gjithëve të cilët keni marrë pjesë, keni ndarë nga jeta e juaj, keni ndarë një kohë të çmuar, në veçanti mysafirët e ndershëm të cilët na kanë nderuar prej sa largu. Ne nuk dim të lutemi për to, vetëm t'i thojmë Allahu ju shpërbleft me të mirat e tij për çdo hap që e keni qitë. Vëllezër të ndershëm, siç e dim se kemi në mesin ton hoxhallar të trojeve shqiptare të ndryshme. Kishim dëshirë të flak që t'i ndëgjojmë të gjithë, që të përfitojmë nga të gjithë. Mirë, po për shkak se koha është e kufizuar, për këtë arsye kërkojmë ndjes nga hoxhallar të nderuar të cilët në veçanti në këtë muaj të shenjtë, muajin e madh, janë të angazhuar dhe të ngarkuar tepër. Megjithatë, Allahu i nderov dhe i shpërbleft me Xhennetul Firdaus, që i kanë lënë pas shpine ngarkesat dhe obligimet e tyre dhe kanë ardhur që të na bëjnë këtë iftar të begatshëm. Allahu Azza wa Jall na bashkov gjithnjë këtë dunja për hajër dhe na bashkov në Xhennetul Firdaus. Pra vëllezër të ndershëm, gjithashtu i falenderoj të gjithë organizatorët të cilët janë përpiqur dhe janë raskapit për ta përgatitur këtë iftar modest. Allahu Azza wa Jall ja përgatit atyre një sofë në xhennetin e tij. Në veçanti, gjithashtu i falenderojmë fqinjet të cilët i kemi shqetësuar në këtë ditë, po dhe ditave të tjera, ne kërkojmë nga ato të na i bojnë halal. Allahu i shpërbleft që i kanë hapë dhe gjoksa dhe dirët e tyre dhe nuk kanë qenë pengesë për të realizuar këtë projekt. Gjithashtu i falenderojmë gjithë ata të cilët janë qenë sebeb që të hapet një faltor, një vend i dashur të Allahu Azza wa Jall. Falenderojmë nga zemra në veçanti ata të cilët janë pajtuar që nxesin emrin e hoxhës së madh ton, muhaddithin e Shamit, i cili me trup jetojnë në vërtet në Sham, me ngjendja dhe me shpirt ishte me vëllezërin tan shqiptar. Ai ka qenë sebeb që na i ka dashuruar sunnetin e pejgamberit Allah. Pra vëllezër të ndershëm, siç kanë thënë dietarët me vdekjen e tyre nuk vdesin. Pra në mesin e Ballkanit, elhamdulillah që Allah na mundsoi që regjistrojmë emrin e atij në vendin më të dashur të Allahut Azza wa Jall. Pra lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall gjithashtu që këtë regjistru dhe të këtë nderu me Xhennetul Firdaus, i cili a bon sebeb që të rinjallet sunneti pejgamberit Allah, jo vetëm në trojet tona, po në të gjithë botën. Pra vëllezër të ndershëm, inshallah, Allahu nuk na i merr jetën para se të regjistrojmë dhe emrin e muhadithit më të madh të botës, Sheikh Nasiruddin Albani, në një vend më të shenjtë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu t'i pranon këto vepra dhe emrat e atyre mos të jenë të vdekur. Veçanti gjithashtu i falenderojmë këshillin e kësaj xhamie, Allahu i shpërbleft me të mirat e tij. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk posedon fjalor të falenderojë dikan, thuaj Allahu ju shpërbleft, se vallahi ne nuk kena mundësi që shpërblejmë, po vetëm krijuesi juaj ka mundësi që shpërblejmë. Në veçanti dhe ekipin, vëllaun ton Ademin dhe të gjithë vëllezër që na begatun këtë mexhlis dhe këtë neje dhe këtë iftar, Allahu ju shpërbleft me të mirat e tij. Allahu Azza wa Jall na takov dhe na bashkov në dunja në kësaj mexhlise dhe na bashkov me pejgamberin e Allahut në xhennetin e tij. Ndërsa për familjen e muhaddithit të Sheikh Abdul Qadir Nauti dhe për vëllezërit tan dhe motrat të cilët masakrohen dhe në këtë muaj të madh, ne lutim Allahun Azza wa Jall të madh në këtë natë të madhe që ta presin edhe ato bajramin me fitore. Lutim Allahun Azza wa Jall që gjakin e vëllezërve, motrave dhe fëmijëve që e kanë nderë zullumqtar në tokën e Shamit, ta ban gjak të shkaktar që ta ngjall tokën e bekuar dhe të ban sebeb që të kthehet bereqeti
në këtë vend të shenjtë dhe të fillon çlirimi i xhamisë së robëruar dhe Allahu Azza wa Jalla na ndero që të i bëjmë sejdë në këtë vend të preokupuar, të okupuar nga armikët e dinit të Allahut Azza wa Jalla. Lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu luqet tona të pranon, mos i harrojmë vëllezërit tanë dhe motrat që gjenden në këtë vend dhe lutim Allahun Azza wa Jalla që Allahu t'i nderon ata me shejtllok dhe Allahu Azza wa Jalla të nderon të gjithë neve dhe të na çmon dhe gjakun ton që Allahu Azza wa Jalla të mos të men jetën vetëm në atë formë si që Allahu është i kënaqur. Allahu Azza wa Jalla ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjithashtu lusim Allahun të shpërblejë dhe hoxhën Sadullah Bajrami për fjalimin që bëri, ndërsa ne filluam këtë program me leximin e ajeteve kuranore, njëjtë ashtu edhe ta përmbyllim, por kësaj radhe nuk do të lexoj Hafez Xhamej Nuhiu, por kemi një vëlla nga Deçani, është i verbër. E ky duhet të jetë argument për ne, nëse nuk kemi filluar ende ta mësojmë Kur'anin ta lexojmë, se ky vëlla jon i cili tash po vjen këtu ka mësuar mjaft nga Kurani, hifz, e inshallah e mëson gjithë Kur'anin dhe bëhet hafiz i ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, gjithve që jeni këtu. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall dhe dërgojmë salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu ju shpërbleft që jeni mbledhur këtu dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të shpërblej ata të cilët bën përpjekje me ndërtu këtë mesgjid dhe për hajër ju koft ky mesgjid dhe për hajër ju koft muaj madhrishëm i Ramazanit dhe Allahu i forcoft musliman, Allahu i bashkoft të gjithë musliman në dunja dhe në ahiret. Dhe vllazërit e ndershëm do t'u recitoj disa ajete shkurt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام عليكم. Allah e shpërblet, vëllahun tonë Skënderin, Allah e rujt inshallah, Allah na takon në xhenet. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ki uzuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberi e më i dalluar. O Muhammed, o i dërguar, në këtë fena ki uzuar, me ti feja është plotësuar, pejgamberi e më i dalluar. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salawatullah alayka. Ti Kur'anin na e mësove dhe Islamin na e shpjegove,
shumë mundime përjetove, por Islamit s'ju largove. Ti Kur'anin në mësove dhe Islamin në shpjegove, shumë mundime përjetove, por Islamit s'ju largove. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salawatullah alayka. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë që ishit sonte me ne. Djele e uronin njëri tjetrit për fillimin e Ramazanit dhe sot është mesi i tij. Dhe po afrohet ndarja. Ja, kështu janë që të dyja dita dhe jeta kalojnë shpejt. Andaj vëlla dhe motër, mos haro se duhet ta kujtosh vdekjen dhe të kesh kujdes nga rastësia e saj. Ndoshta nuk e arrin Ramazanin tjetër, pra ke kujdes për veten tuaj. Allahu shpërblet të gjithëve. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار خذاك العز لدروبه وصرتي أجمل المشوار يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار قطر يا تاج فوق الراس وعنك سولفوا للناس يا عقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة بقطر يا تاج فوق الراس على ترابك ربا إنسان بذل جهد بقوي إيمان وصرتي ثمن عجوبة بهن